Në portin detar të Vlorës, kjo e diel ka shënuar numrin më të lartë të udhëtarëve. Jemi në prag të festave të fundvitit dhe shumë bashkëdhetar sërish kanë zgjedhur të kalojnë pushimet pranë familjeve të tyre në Shqipëri. Festat e Krishtlindjeve dhe të Vitit të Ri janë ato që mbledhin bashkë më së shumti familjet shqiptare dhe ardhja e emigrantëve është gjithmonë gëzim. Mëngjesin e kësaj të diele në tragedin e mbëritur në portin detar të Vlorës kanë hyrë 692 pasagjerë, 147 automjete, 10 autobusi dhe disa mjete të tjera të transportit. Pjesa më e madhe e udhëtarëve në tragedin e ardhur nga Italia janë shqiptarë që jetojnë jashtë vendit. Ndërkohë edhe të huajt vazhdojnë të vizitojnë Vlorën dhe Shqipërinë. 45 grupime turistësh të huaj kanë mbërritur me tragedë këtë mëngjes. Ata kanë patur si itinerar vizitat në pjesë të ndryshme të Vlorës, por edhe në pjesë të tjera të Shqipërisë. Ndodhemi në portin detar të Vlorës, nga ku mëngjesin e sotëm ka mbërritur numri më i madh i pasagjerëve pas ditëve të verës, pra pas muajit të gusht. Jemi në prag të festave të Vitit të Ri dhe të Krishtlindjeve dhe numri i pasagjerëve ka filluar këto ditët e fundit në rritje dhe sot ka arritur numrin më të lartë pasagjerëve, ku në mëngjesin e sotëm kanë mbërritur 692 pasagjerë dhe 147 automjete. Sipas autoriteteve portuale, pritet që në ditët në vijim deri ditën e Krishtlindjeve të ketë sërish një rritje të numrit të pasagjerëve, ku të gjithë bashkëdhetarët tanë, të cilët jetojnë jashtë vendit, pritet që të vinë të festojnë me familjet e tyre këtu në Vlorë dhe në gjithë Shqipërinë. Shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në emigrim vijojnë të preferojnë vendin e tyre për të kaluar pushimet e fundvitit. Fatmirësisht, ata ende marrin kënaqësi nga vizitat e të afërmit e tyre dhe nga natyra shqiptare. Në ditët në vijim sërish do të ketë një numër të lartë udhëtarësh në port. Sipas autoriteteve portuale, fluksi do të jetë në rritje gjatë gjithë këtyre ditëve deri në datën 31 dhjetor me mbylljen e vitit 2025. Sipas autoriteteve portuale, fluksi i pasagjerëve është i menaxhueshëm dhe janë marrë masat për pritjen e tyre dhe përpurimin e shpejt pa patur vonesa.